Ermira, rruga e integrimeve bazohet në hapjen e vendeve të reja të punës, Ermira, në Kumanov dhe në Divar. Debati ashpër mbrëm u zhvillua në emisionin Klik Plus, sidomos për temën e vendosjes së simboleve fetare dhe etnike në Shkup. Analistja Adelina Marku akuzoi se Partia Shqiptare në pushtet ka keq përdorur fëmijët e shkollave për qëllime politike. Unë të keq përdorohet, vajza jemi në shkollë për të shkuar në protesta që organizoni juve, Ermira. Këtë nuk e lejon asë një prind në shkollën Zefrish Marku, Ermira. Asë në gjëmimin e Shqiponjës në Qajir nuk lejohet kjo, Ermira. Je ti dhe janë të gjitha femra që duhet të gjykojnë në këtë formë të manipulimit të fëmijëve për të nxjerrë në protesta, për të dëmuar kundër kryqave dhe kundër simboleve të juja patetike. Nga ana tjetër, Teuta Rexhepi Sabedini nga PDSH tha se BDI është dashur të përdor mekanizma politik për kryqin dhe jo protesta. Pse e zgjodhën, do me thonë, ju si femre, e zgjodhën rrugën e vetme për të protestuar në rrugë dhe për të involvuar gjithë edhe atë rini, do me thonë, para aty e kordonave, para asaj policisë në rrezik, kur i përkasni një partie që është pjesë e qeverisë dhe i ka gjitha mehanizmat tjerë që mundson parandalimin e kësaj situata. Ndërsa Ermira Mehmeti, deputete e BDI-s, tha se beson në parime tjera si ajo e tolerancës fetare, por nuk mund të lejon që të keq përdoren simbolet fetare. Ai kryq politik, jo fetar, ndërtohet në lagjën ku unë jetoj. Për sa kohë unë jam deputete, pavarësisht të cilës parti politike, po jam e Bashkimit Demokratik për Integrim, unë kam për obligim që bashkë me ata qytetarë që më kanë votuar të solidarizohen, gjithësisht t'i pri një proteste që kishte për qëllim të artikulon të rrezikun e shëndrimit të Shkupit në një Belfast, në një Beirut, në një Jerusalem. E për atë se sa gjënia femrore është e përfaqësuar në parlament, analistja Albert Musliu tha se për këtë çështje mënyra më e mirë do ishte që zgjedhjet të zhvilloheshin me lista të hapura. Edhe jam shumë i bindur se nëse janë listat e hapura, se dhe ato listat e kush duhet t'i krijon, duhet t'jape mundësinë të kujt tjetër në atë listë. Po nëse janë në atë listë, unë mendoj se shqiptarët më shumë do ta votojnë kvalitetin se sa gjeninë. Sipas pjesëmarrësve në debat, femra shqiptare nuk ka qenë e përfshirë sa duhet në procesin e marrëveshjes së Prishtinës, as në çështje tjera vendimarrëse. Dikush i detyron të kalojnë nëpër parti politike dhe ata refuzojnë të kalojnë nëpër parti politike dhe prandaj nuk i shohim